Nëse Allahu Gjelle Ola o vllai dashur, të ka jap diçka, e s'të ka jap diçka. Aja që të ka jap është feja, aja që s'të ka jap e ka ai tjetri. Harroa. Se vallahi, kur të ka jap Allahu fe, krejt t'i ka jap. Krejt t'i ka jap. Ati që Allahu Gjelle se ka dhënë fe, betohem me Allahun e madh, që krejt dunjan me dhënë kurrë si ka jap. Kush merr vesh? Kjo është valla që i marrën vesh. Ai që s'merr vesh, vallahi, na s'kem çka më bëj. Mi po ai që i merr vesh, vallahi nëse Allah të ka namazin, mu kurse musliman. Ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që quhet sabah, edhe ka kaftjallin me hungër, edhe është i shëndosh, thosë e ka lëmë këtë dunjën atë. Për çfarë të çapo din më shumë? Për çfarë din? Njëri lakmon dunja veç për tarmën e pas, se për kush ka sot me hungër buk, edhe është i shnosh. Çka po dynë më shumë e pas? Po kur të smuna në... Kur smush leti, të ndërvitë është e japë. Sot si e smut apë? Po njerë subhanallah lakmia i bën që me indru sistemin e vlerave. Nëse sot ta ka mundsu Allahu Gjelle Ola me fal sabahin, e me fal drekën, e me fal ikindin, ta ka mundsu me bëj dhikrën e sabahit, ta ka mundsu me bëj dhikrën e namazeve, ta mundsu me bëj dhikrën e akşamit, me fal akşamin dhe yacin. Kur bësh me flethi, o Allah, kur kush i ka sot shumë ka mua. Kjo është njëri një Allahu Gjelle që thotë ata. Po na kur vin, me 100 lekë, edhe kjo, edhe që thotë shko subhanallah. Ati që me ta marrë namazin, me ta kompenzu, i kindin, me 100.000 euro, pëtër vëllaj që është në vari konat. Po njerës ka nuk din me vlerësua, pëse? Sa njerës e lakmojnë, po nuk e din udhën dhe atë jatën, e lakmojnë vëllahi, e lakmojnë, me thonë njëherë njëtë vetë, o Allah një mama, po s'din, si a këthila Allah kur me thonë këtë fjallet. Ti kur të kishë qefa, po ka të cilës bjerë mena në kjo. Kush ta ka qitë në mena Allahu Gjelle Ola? Kush? Ti veta? Jo pra, ajtë ka zgjidha, ajtë ka zgjidha që tim ajë më të kutu t'i kur t'u shtë japëtëm. Në kjo është begatia me madhe, valla që Allah Gjelle Ola ka jam t'i kuta.